maj të 2026. Duke se kemi një ditë shumë të rëndësishme me diellin që zhvendosën në shenjën e binjakëve, duke sjell një ndikim dhe ditëlindjen e shenjës së binjakëve, ndikimit të shenjës së tretë, ky pozicion i diellit që përqendrohet në komunikime, udhëtime, tregtisë, transaksion, ndikimet e transaksioneve të mëdha që mund kemi, por njëkohësisht edhe mundësi të arta në 4 javët e ardhshme. Dielli në binjak na bën më kurioz, më të hapur, me perspektivë në punë, në karrierë dhe ndryshime pune. Kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi. Shenjat e ajrit favorizojnë jashtëmase, siç janë binjakët të dhjetëdijit të tretë, siç ka bënë peshorët të dhjetëdijit të dytë, por gjithashtu edhe të shenjës së ujorit. Ka një nga ndikimet më të mira, ndikimet më pozitive dhe më ideale në këtë drejtim. Edhe pse në fakt në lidhje me takimet dhe vendimet është momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket disa ndryshime që do të bëjmë në këtë ditë. Pra është ditë shumë pozitive. Para se të fillojmë bashkimin e kësaj dite, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkimet e detajuara,